Shqipëria renditet e treta midis ekonomive të Ballkanit Perëndimor për sa i përket konvergjencës së përgjithshme me Bashkimin Evropian, që për viteve 2014-2016 e deri më sot, rezultati i saj i përgjithshëm ka rënë kryesisht për shkak të klimës së dobët të biznesit, duke reflektuar progres më të ngadalë në krahasim me BE-n. Sipas Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), Shqipëria ka një performancë të shkëlqyer në grup kapitullin mbi agjendën e gjelbër, duke e tejkaluar edhe mesataren e vetë Bashkimit Evropian për sa i përket emetimeve të ulëta të karbonit dhe produktivitetit të lartë të energjisë. Kjo performancë mbështetet nga kapacitetet e shumta të energjisë së rinovueshme, kryesisht prodhimi i energjisë nga hidrocentralet, si dhe struktura e orientuar drejt ekonomisë së shërbimeve, e cila është më pak intensive ndaj energjisë. Grupi i aftësive përbën fushën e dytë më të përparuar të konvergjencës së Shqipërisë me BE-n. Megjithatë, ajo ende renditet e parafundit në rajon. Ekonomia ka bërë përparim në rritjen e shkallës së punësimit, e cila ka qenë më e larta midis ekonomive të Ballkanit Perëndimor, si dhe në përmirësimin e arritjeve arsimore të forcës së saj punëtore. Megjithatë, performanca mbetet e dobët në të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe shpenzimet e shtetit për kërkimin shkencor. Për Shqipërinë, sfidë vijon të mbetet klima e të bërit biznes. Në këtë drejtim, OECD e rendit Shqipërinë të fundit në rajon. Investimet private dhe aksesi në financi bizneseve është dobësuar me kalimin e kohës, ndërkohë që niveli i lartë i punës në informalitet kanë dëmtuar në tërësi klimën e biznesit në Shqipëri. Vendi ynë ka një performancë të dobët edhe për sa i përket transformimit digjital, duke u pozicionuar kështu e parafundit në rajon. Megjithëse interneti përdoret gjërësisht nga shqiptarët dhe ka një përvetësim të lartë të teknologjive digjitale nga bizneset, sërish aftësitë digjitale të shqiptarëve mbeten të kufizuara dhe ka një përdorim të ulët të shërbimeve publike online. Për më tepër, edhe sektori i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit mbetet shumë i pazhvilluar në krahasim me Bashkimin Evropian. OECD e cilëson Shqipërinë me një performancë të dobët edhe në kapituj që lidhen me infrastrukturën dhe lidhshmërinë. Infrastruktura mbetet e pazhvilluar, thot OECD, si në drejtim të linjave hekurudhore ashtu edhe në drejtim të rrjeteve të kufizuara rrugore. Megjithatë, OECD nënvizon se me mbështetjen e BE-s, investimet në infrastrukturë po rriten gjithnjë më tepër. Mali është shteti me konvergjencën më të lartë ekonomike me Bashkimin Evropian ndjekur nga Serbia, ndërkohë Maqedonia e Veriut, Kosova, Bosnia dhe Hercegovina renditen pas Shqipërisë për sa i takon konvergjencës ekonomike me BE-n.